E janë i bashk, dorë për dore, në kursin ton veror. Me buzëqeshje këngë dije, çdo ditë mbushet me gëzim. Mësojmë Kur'an, mësojmë mirësi, me zemër plot dashuri. Si bleta sjellim vetëm të mira, shpresë dritë për çdo shtëpi. E janë i bashk, dorë për dore, në kursin ton veror. Me buzëqeshje këngë dije, çdo ditë mbushet me gëzim. Hurma u liri, fiku na flasin, për dhuntit e Allahut plot. Milingona na mëson bashkimin, çdo zemër bëhet edhe më e fort. Vizituam vende plot mrekulli, me shok ndam çdo lumturi. Mësuam, luajtëm, ëndëruam, kujtime të bukura krijuam. E janë i bashk, dorë për dore, në kursin ton veror. Me besim, dije, buzëqeshje, do të ecim gjithmonë përpara. Rashtja jonë na bashkoi, këtë verë zemrat na i gëzoj. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن
أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. آمنا بالله صدق الله العظيم. Allahu të shpërbleft për këtë asher i nderuar hoxh Miftar Efendi Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Në emër të Allahut, mëshiruesit, mëshirbërësit. I nderuar mifti i miftinisë së Shkupit, Doktor Kenan Efendi Ismaili, me operativën e saj. I nderuari hoxh Ahmed Efendi Hoxha, i respektuar imam i xhamis Emran Efendi Hoxha, e nderuara përgjegjëse dhe organizatore e kursit veror Rejhane Hoxha, i respektuar pronar i kompanisë Eftinia Impex Haxhi Selman Imere, i nderuar drejtor i shkollës së mesme të qytetit të Shkupit Saraj, Doktor Bedri Gjureci, të nderuar hoxhallar, mualime, muteveli të xhamis Dudie dhe xhamis së poshtë Merashe, prind dhe bashkëpunëtor dhe të gjithë ju të pranishëm, ju përshëndesim me përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Wassalamu alaikum wa rahmetullahi wa barakatuhu. Paqja, mëshira dhe begatia Allahut qofshin mbi të gjithë ju. Ju Zot ju nderoft që e zbukuruat këtë vend me prezencën tuaj. Ka momente në jetë që nuk matën me vite, por me gjurma që lënë në zemër. Një prej tyre është fëmiria, është koha kur zemra është më e pastër, kur fjala e mirë pranohet më lehtë,
dhe kur çdo vlerë që mbillet sot, nesër jep frytet e saj. Fëmijët nuk kanë nevojë vetëm të rriten, ata kanë nevojë të udhëzohen. Nuk kanë nevojë vetëm të mësojnë të lexojnë e të shkruajnë, por edhe të mësojnë të aduan Allahun, të respektojnë tjetrin, të njohin të mirën dhe ta zgjedhin atë nëse nuk i sheh askush. Prindër të dashur, ndoshta një ditë fëmijët tuaj do të harrojnë lodrat që u keni blerë, rrobat që u keni veshur apo vendet ku i keni shëtitur, por nuk do ta harrojnë asnjëherë dorën që i solli në xhami, zërin që mësoi ajetin e parë të Kuranit dhe zemrën që mësoi se afërsia me Allahun është pasuria më e madhe që mund të ketë njeriu. Sot para nesh nuk janë vetëm fëmijë. Para nesh qëndrojnë 140 zemra të vogla, plot ëndra, pastërti dhe sinqeritet. Ndoshta mes tyre ndodhet një imam i së nesërmes, një mësues që do të edukoj breza, një mjek që do të shpëtoj jetë, apo një besimtar i devotshëm që do ta ndryshoj shoqërinë me moralin e tij. Prandaj, çdo hap që bëhet për edukimin e një fëmije është një hap drejt një të ardhmëje më të mirë. Çdo buzëqeshje që i falim, çdo vlerë që i mësojmë dhe çdo lutje që bëjmë me ta është një sadaka që vazhdon të japë fryte. Me këtë ndjenjë mirënjohje ndaj Allahut dhe me shumë dashuri për fëmijët tanë, ju ftojmë të mirëpresim me duar trokitje të ngrohta yjet e kësaj dite. Fëmijët e kursit veror 2026 në motën fëmijët meritojnë më të mirën.
Çdo buzëqeshje që pam në fytyrat e këtyre fëmijëve, çdo varg që recituan dhe çdo hap që hodhën në këtë skenë, është frit i javëve të tëra të përkushtimit, mësimit edhe edukimit. Është kënaqësi dhe nder i veçantë që në mesin ton ndodhet Hoxha i nderuar Ahmet Efendi Hoxha, një figurë që për dekada me radhë i ka shërbyer fesë, xhamisë dhe banorëve të këtij fshati me përkushtim e sinqeritet. Me respekt të thellë, e ftojmë të mbajë një fjalim përshëndetës. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi yajzi kull imri'in bima amil. فإن عمل خيرا فيراه خيرا فإن عمل شرا فيراه شرا فإن ليس للإنسان إلا ما سعى. Ndërsa salavatet dhe përshëndetet tona qofshin mbi të dërguarin e tij Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, mbi familjen e tij, mbi shokët e tij dhe mbi ata të gjithë ata që ndoqën rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Më lejoni që në emrin tim si ish imami kësaj xhamie, e cila më bën të kem shumë emocion. Po pse? Se shtej ma kujtojtë një gjemat, o që ertë me ne. Hoxha, elhamdulillah, ku kina mbëri, që i në ku. Mund që edhe të agjërojnë fëmijët. Sot që ku kina mbëri, që e shokëm edhe vetë ne, ajo mund bën të kem emocione shumë. Para se sikur t'i kisham ato emocionet pak ma të ulta, ma të vogla, do të shprehsham edhe hala ma mirë. Pa ajo nuk më lejon shprehna. E falenderojmë të dërguarin në Allahut, i cili më së miri e vuri në praktik çështjen e cila ka të bëjë me dituri. Me ajetin kuranor i cili zbriti, Ikra bismi rabbike alladhi khalaq. Lëzën në emrin e atij i cili të krijoi. Pra, i dërguari Allahit më së miri na e vënë praktik çështjen e diturisë. Lipnja diturin min al-mahdi ila al-lahad. Lipnja diturin prej djepi e djeri në va. Vele na, si besimtar, që ma para kredve, i kina këta urdhra, këta obligime, nga anë e profetin, nga anë Allah, ne vele pak imi bon. Duhet bojmë hala ma shumë. Ka dhe një thoni tjetër, edhe ajo është shkrimtari jonë, poeti jonë, po me ndikim në islam. A e thot në infrashër, thot me kamje shumë, e me vjetë zbojnë që i madhë do të vërtet. Nuk bëhet një madhë, që ka shumë vjetë, që është e plakë, që është e ma i madhë për tjerve. Por, me qka bëhet i madhë? Me urësi, me mende me njërzi, edhe me të mësuar, e me të shquar. Mëse këthe fjallën kur, por që ndra me një si bu. Këta janë ato që e ngrenë njeri jo. Pra, ditoria është ajo që e ngrenë njeri jo. Nuk ke pas ditori, i mësu, do me thonë, e ke ngrenë të edhe vitin tante.
يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. Kush ngren njeriu? الذين آمنوا, ata të cilët besojnë në Allahun. Njeri që beson në Zotin, ajo se ngritët, nuk mund dhe se të kushit. Ma ngritët saj. Kjo iman, besim, të vetëm më i ngritë. Ama qaqë njerëzit të kuptojnë. Njerëzit duhet të kuptojnë se çfarë vlefte ka imani, besimi. Sigur ta dim vleftën e besimit, nuk lejon një sekund të jetoje pa besim, pa iman. Unë dhe thëmë nere këtu në ders, të xhamia jeme, ishte koni i Turkijës shqiptar. Thotë o hoqë, sa që këmë dëgjohu për tije, sa që më kohën sa vjetë të në Stamboll, pjatin e u gjallarve se këmë dhe i qëket, këmë dhe edhe fjallë ma të dojëtën. E cila ishte ajo? Një ditë nuk gëdhën të lejojsh vetën, mos të kesh iman. Gjithë me thonë e lejove vitin një sekund, apo një moment të mos kesh iman. O sa s'puna, kritë sendet dalën pidore, kritë mirat këtëren. Imanin duhet të arunë, besimin duhet, se besimi është ajo që e ngren njeriun, e dita është e ditoria. E shef që vim xhami, unë jom shumë i sigur se çdo njerëzi që dalën para mektebi, para hoxhallarëve, para njerëzve diçëm, këta dhe të jenë mas një ardhmëria e jonë më të ngritër. Se, për në çdo aspekt, vetëm se këto, punojnë për me ngritë vitin, pra mësojnë. Pra, kështu mos ta mendojnë një herë, të ngrehet viti pa iman, edhe të ngrehet viti pa besim. Po inshallah Allah i na bën njëre të arrujnë besimin e imanën, edhe të angazhojmë të mësojmë dituri ilm. Shfrytëzoj rastin, ta falenderoj mjeftin që i ka marrë pjesë të ne, me gjithë operative, po edhe njerëzit tjerë që kanë marrë pjesë. Të gjithë i falenderoj, dhe Allah ju shpërbleft, ju dhasht mirat të kësaj bote dhe të botës tjetër. Unë me kaq së marr kohë ma tepër. Faleminderit. Zoti ju dha shëndet i nderuar i hoq. Kursi veror vlodi rreth vetës 140 fëmijë, të cilët për 4 javë u bën pjesë e një programi të pasur edukativ dhe formues. 3 herë në javë, 2 ditë i kushtuan mësimit në mektep, ndërsa 1 ditë aktiviteteve dhe vizitave edukative, duke e bërë mësimin më të afërt dhe më tërheqës për fëmijët. Tema e këtij viti ishte bima dhe kafshët të përmendura në Kur'an, një temë që i ndihmoi fëmijët të njohin më mirë krijimin e Allahut dhe urtësitë që ai ka vendosur në çdo krijesë. Gjatë këtij rrugëtimi realizuan edhe vizita të shumta edukative. Vizituam Miftinin e Kumanovës, xhamin e Molla Jakub Asipit dhe varrezat e dëshmorëve, ku fëmijët u njohën me historinë dhe trashëgiminë tonë fetare e kombëtare. Më pas vizituam ordinancën stomatologjike Dent Artis, ku fëmijët mësuan rëndësinë e kujdesit për shëndetin oral dhe u njohën nga afër me profesionin e stomatologut. Një përvojë paqe veçantë ishte edhe vizita në shkollën e mesme të qytetit të Shkupit Saraj, ku ndoqën eksperimente në laboratorin e kimisë, vizituan laboratorin e mjekësisë, si dhe punëtorinë e floktarisë, artit edhe teknologjisë. Ndërsa javën e fundit e përmbyllën me një drekë tradicionale në oborin e xhamisë, duke forcuar edhe më shumë frymën e miqësisë, bashkëpunimit dhe familjes së madhe që u krijua gjatë këtij kursi. Mirë po të dashur prindër, asnjë kurs nuk bëhet i suksesshëm vetëm nga programi. Pas çdo aktiviteti, pas çdo buzëqeshje të një fëmie dhe pas çdo kujtimi të bukur, qëndron dikush që punon me zemër, me përkushtim dhe me dashuri. Shpesh pa u vënë re.
Për 4 javë me radh, ajo nuk ishte vetëm mësimdhënëse, ishte organizatore, udhërofyese, motivuese dhe mbi të gjitha një anën shpejtërore për këta fëmijë. Me durim, përkushtim dhe dashuri, ajo u përpoq që secili prej tyre të largohej nga ky kurs me më shumë dije, me edukat dhe me kujtime që do t'i ruaj gjatë në zemër. Për këtë punë fisnike, meriton respektin, mirënjohjen dhe duartërkitjet të secilit prej nesh. Tani kemi kënaqësinë të ftojmë në skenë përgjegjësen dhe organizatorën e këtij kursi veror, Rejhane Hoxha, për të ndarë me ne disa fjalë rreth këtij rrugëtimi të bukur. Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala Rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Falënderimet dhe lavdrimet i takojnë vetëm Allahu dhu Gjelal, ndërsa salavatet dhe selamet ja dërgojmë shpirtit të Muhammed Mustafas, familjes së tij të ndershme, shokëve të tij besnikë dhe mbi të gjithë ata të cilët e pasojnë rrugën e tij deri në ditën e gjykimit. Fillimisht një herë ju përshëndesim me përshëndetjen islame. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Pas përshëndetjes, më lejoni një herë ta falenderojmë miftion e miftinisë së Shkupit, doktor Kenan Efendi Ismaili me operativën e saj, i cili për 4 vit radhazi prezanton në aktivitetet e tona dhe e nderon me xhilisin apo tubimin ton me praninë e tij. I nderuari Hoxh Ahmet Efendi Hoxha, falenderojmë Zotin që edhe këtë vit është në mesin ton për t'i dhënë një bukuri të veçantë këtij tubimit. Kisha dashur këto para jush ta përmendim një mysafir special, e kemi këtu ta themi me një fjalë pak ma thjesht, një donator apo t'i themi një njeri i cili kontributi ati 50%, 60% të kursit veror vetëm se e kanë mbulu, duke mos e kthyer kokën mbrapshta, është Haxhiu këtu Selman Imere. Unë personalisht nuk jemi taku me Haxhiun, por vepra që ka bo Haxhia, ne e njohmi prej veprave fisnike që ka kontribu gjithmonë për të mirë dhe për të harë kur është bisedu. Për atë e falenderojmë për këtë prezencë që ka ardhur dhe na ka nderu me ardhjen e tij, Allah inshallah e shpërblen. Lejoni që Lejoni fillimisht në emrin tim personal, po dhe në emrin e stafit tim punues, sepse çdo sukses apo çdo e mirë apo çdo vepër e madhe që mund të na duket, ndoshta nuk mund asnjëherë të realizohet e vetme. Sigurisht nëse i shihni këta fëmijë mbrapa jush, këta nuk mund të menaxhohen vetëm nga një njeri, po elhamdulillah ndihem shumë krenare dhe ndoshta jam me fat që kam një ekip shumë të mirë këto, ku përpara vetës ndihem krenare se i kam 2 nxënëse medresante. Dhe thotë kjo është një pozitive shumë për fshatin tonë se po mirët një rjedhoj, po do të vazhdojt inshallah në të ardhmen prej medresanteve tona dhe kemi pasur edhe aktivistë tjetë të cilët kur kemi pasur organizime jashtë xhamis, i kemi pasur mbështetje. E falenderojmë edhe imamin e xhamis Emran Hoxhan, i cili edhe është pjesë e kësaj organizimet. Vetëm se moderatorja e ceki në pika të shkuta se çka kemi punu në këtë kurs veror. Edhe pse do thotë është viti 4 radhazi ne mundohemi do thotë çdo vit ta ndrojmë plan programin për fëmijët dhe mos të bëhet çdo vit i bezdisshëm, sepse e dim shumë mirë se fëmia bezdiset më njëherë, e sidomos në këtë kohën moderne tani që jemi duke jetu dhe jemi duke i pa shumë gjanat e teknologjisë që kanë marrë havë të madh dhe ne për këtë arsye mundohemi gjatë një viti punojmë që kur të na afrohet kursi veror të bëjmë diçka më interesante, t'i afrojmë fëmijët e tonë që të na vinë në mekteb dhe mos ma pak 2 orë, gjysmë 3 orë i kanë kalu vetëm në këtë mekteb duke mësu për fenë Allahu dhu Gjelal, duke mësu për krimtarinë Allahu dhu Gjelal dhe elhamdulillah unë jam e kënaqur prej këtyre fëmijëve, janë fëmijë shumë të mirë, nuk ka fëmijë të këqij, pavarësisht asaj pjesës që ne mundemi me fol, edhe pse kemi pas prej prindërve që kanë pas ankesa, arrin fëmijë të mirë të mektebi, a bëjnë probleme, do thotë në këtë pjesë jemi kanë shumë, do thotë bashkëpunues me fëmijët edhe me ekipin punues. Ajo pjesa tjetër është falënderuese ndaj prindërit, të cilët kanë bashkëpunuar me neve, sepse pas çdo suksesi të një fëmie qëndron kur prindi dhe mësuesi kanë bashkëpunim. Kur 2 palë bashkëpunojnë në një veti,
në atë moment do të vjen edhe fruti i fëmijës vetë. E patëm do të plan programin, krejt punimet që kemi vepru, krejt punë që kemi bë, i kemi lansu, do të kemi nxjerr në faqen zyrtare të xhamis, e kemi faqen e Facebookut, të Instagramit, të TikTokut, do të çdo kush që ka pas shef ta shohë fëmijën e vet se çfarë punimi ka bë, çfarë mësimi ka mësuar në mekteb, kanë mund nëpërmjet asaj pjese ta shohin aktivitetin e fëmijëve vet. Pjesa që isha dash mund dal vetëm shkurtimisht, desha t'i falenderoj publikisht vizitat që kemi bë, dhe për vizitat mundohemi çdo vit t'u ndryshojmë vizitat fëmijëve. Këtë vit e zgjodhëm qytetin e Kumanovës që ta vizitojmë, dhe atë duke ja bashkangjitur një vizitë të shkurt Miftinisë së Kumanovës, pastaj bëm vizitën e Varrezave dhe pas asaj do të u bë edhe vizita e xhamisë së Hoxhës së Ndjerë Molla Jakupit. Java e dytë ishte një vizitë tek një ordinancë stomatologjike, i cili atë ordinancë do të është dentartist, është bashkëfshatari jonë, i cili na ka prit shumë mirë, bile kisha dashur këtë pjesë ta cekë si të veçantë sepse për respektin që ka pas ndaj bashkëshatarëve dhe respektin që ka pas ndaj neve, doktor Huzri Ismani, përderisa asaj periudhe 2 orë që kemi qëndru duke i vizitu gjitha ato kabinetet, ai brenda 2 orëve nuk ka pranu pacient, vetëm do thotë që ta na nderon neve. E vlerësojmë shumë këtë kontributin e tij. Ndoshta për dikë mund të jetë diçka e thjeshtë, po për neve do thotë që kemi marrë përsipër, kemi marrë barën që këta fëmijë ti mësojmë diçka, është goxha një farë sakrifice e madhe apo një respekt i veçantë. Java e tretë ishte vizitë në shkollën e mesme, Shkop Dega Saraj, edhe aty u mi pritëm shumë mirë nga drejtori Bedri Gjurejci, të cilin publikisht e falenderojmë edhe ai i cili është bashkëshatari jonë, i hapi dyert e shkollës së mesme vetëm për këta nxënës. Dhe përveç asaj, se shumë mirë ne e dim se nxënësit janë shumë të vegjël të vizitojnë shkollat të mesme, mirë po ata shumë interesanti kishin përgatitur ato kabinetat, fëmijët nuk janë bezdis, do thot absolutisht. Janë kënaqur fëmijët, janë argëtu dhe në fund u ala sallën e lirë, u lujtën me lodra të ndryshme aty te salla dhe në fund e kurorzuam me një darkë të cilën ishte do thot ai i cili që e kontriboi darkën ishte kryetari i komunës së Sarajit. Edhe ai pse fizikisht tani nuk ndodhet me neve për shkak që do thot të panjohura, ka pasur të prezantojë mirë, po nuk mundi që të vi. E falenderojmë edhe pse nuk është prezant për përkrahjen dhe për investimin që e bani tek ky kursi jon. Dhe në fund u përmbyll ky kurs me një drekë tradicionale, këtë kemi do thot çdo vit. Pas çdo aktiviteti, pas çdo jave që kemi vizita të ndryshme, javën e fundit ja kushtojmë oborit të bukur të kësaj xhamie. Dhe përveç asaj, do thotë është një drekë tradicionale, ku përveç që shërbehet vetëm flinja dhe gatime tradicionale, shërbehet edhe ajo pjesa që fëmijët ulen në sofra edhe shijojnë bukën në sofër. Sepse këto fëmijë janë gjenerat shumë e re, këto ndoshta në të ardhmen do ta harrojnë sofrën, ndoshta nuk e dinë se çka është sofra, nuk do të kenë mundësi ta shohin me sytë e vet se çka është sofra, e ne nëpërmjet këtij kursit mundohemi që edhe traditën tonë ta mbajmë, mos ta lajmë anës së shkon një traditë që kemi mbrinë sot fal asaj tradite sonë shumë vjeçare. Thash edhe një herë si përfund, gjithë këto aktivitetet, gjithë këto vizitat, gjithë këto të mira që i kanë përjetuar fëmijët në këtë kurs, nuk do të ishin kanë të mundura nëse si kishim pas donatorët tonë. Ato shpesh herë janë ato të cilët nuk duken, japin nga pasuria që Allahu Dhu Xhelali ka furnizu, po inshallah Zoti don dhe atë mund atë sakrificë që e ka nda për këtë të ardhmen, Zoti inshallah ua kompenzon me xhenet Firdaus. Zoti qoft razi inshallah me këto mexhlise falenderojmë Allahun Dhu Xhelal që më erdhi fundi i këtij kursi veror dhe disa fjalë të shkurtra për këto bilbilat e xhamisë, se këto sot do ta përfundojnë kursin veror. Po këto du ta kenë me dije diçka se dera e xhamisë gjithmonë do të jetë e hapur për këta fëmijë. Ndoshta nesër kjo xhamia do të jetë shumë më e qetë, sepse gjatë 4 javëve kemi pas zhurmë na për këtë xhami, kemi pas hapa tek këto voglusheve që kanë ardhur për të mësuar këtu në këtë kursin veror. Nesër xhamia nuk do të jetë e njëjtë, po inshallah shpresojmë se vitin e ardhshëm do t'i presim këto voglusha e inshallah me suksese edhe më të mira. Allah inshallah ju shpërblen, Zoti ju nderoj që na keni nderuar me prezencën e juaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Zoti ju shpërbleft e nderuara Rehane Hoxha.
Tashma është radha e nxënësve tanë të na tregojnë frytet e punës së tyre. Përmes prezantimeve dhe punimeve të realizuara gjatë këtyre 4 javëve, ata do të na ndajnë me ne një pjesë të asaj që kanë mësuar në kursin veror. Le t'i dëgjojmë me dashuri dhe t'i inkurajojmë me duartrokitjet tona. Në librin e Allahut na bëhet thirrje të vështrojmë devën dhe të meditojmë mbi krijimin e saj. Ajo ishte mjeti me të cilën udhëtoi i dërguari i Allahut Muhamedi alayhis salam. Gjatë hijretit, me urdhërin e Allahut deveja u ndal në vendin ku ndërtua shtëpia e tij në Medinë. Kështu mësuam se edhe një krijesë mund të bëhet shkak për përmbushjen e urtësisë dhe planit të Allahut. Në kursin veror mësuam se hurma është një pemë e bekuar. Ajo ishte një ndër ushqimet më të dashura të dërguarit të Allahut, Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Dhe ajo na tregon se në thjeshtësi fshihen begati të mëdha. Merimanga dhe pëllumbi. Në shpellën thep Allahu bëri që rjeta merimangës dhe folea e pëllumbit të bëshin shkak për mbrojtjen e të dërguarit të tij. Mësuam që ndihma dhe Allahut vjen edhe prej krijesave më të vogla. Allahu madhëruar është betuar në Kur'an për fikun. Ky betim na mëson se çdo fjalë e Allahut ka urtësi dhe se begatitë e tij meritojnë të vlerësohen. Edhe ulliri është e përmendur si pemë e bekuar. Ai na mëson mirësitë e panumërta që Allahu na ka dhuruar dhe rëndësinë e falënderimit për çdo begati. Bleta, nga një krijesë e vogël del një dhuratë e madhe, mjalti, në të cilën Allahu ka vendosur shënim për njerëzit. Kështu mësuam se edhe vepra më e vogël mund të sjellë dobi të madhe. Në zërin e një milingone u shfaq një mrekulli e madhe. Sulejmani alayhis salam atë e dëgjoi me mëshirë dhe buzëqeshi, duke na mësuar se madhështia e Allahut shihet edhe në gjërat më të vogla. Ky kurs na bëri të kuptojmë se jemi të vegjël, por mund të bëjmë edhe gjëra të mëdha. Ky kurs na largoi nga telefonat dhe nga ekranat dhe na ktheu të bukurojmë e bisedojmë dhe miqësia. Dhe për të gjithë këto mësime ne falenderojmë Allahun që na bashkon këtu. Mësuam histori të pejgamberëve që na arritën besimin dhe guximin. Tu mësuam se një buzëqesje e thjeshtë është dhurata më e bukur për t'ia jepur shokut. Ky kurs është Këtu rritëm jo vetëm në moshë, por rritëm të gjitha në shëndet. Faleminderit mami dhe babi që sakrifikoni çdo gjë që ne të rritemi të edukuar. Ju kujdeset që ne ta kalojmë verën në vendin më të mirë dhe më të sigurt. Faleminderit që na zgjonit me dashuri dhe na përgatisnit për e të ardhur këtu çdo ditë. Shpresoj që me sjelljen tonë të mirë t'u zbardhim fytyrën dhe t'ju bëjmë krenar.
Mësuesit tona të dashura, ju na pranuat këtu me krah hapur dhe me shumë ngrohtësi. Mësuam prej ju si të flasim më ëmbël, si të sillim mirë dhe si ta duam njëri tjetrin. Ju i qisi nëna e dytë për ne gjatë këtyre javëve të bukura të verës. Na dhatë vetëm diturin nga libri, por na dhatë një copë zemrë nga zemra juaj. Edhe pse kursi veror mbaroi, ju do të mbeteni mësuesët tona më të preferuara për jetë. Faleminderit që na keni dhuruar buzëqeshje edhe Kurrë nuk do t'i harroj këshillat e tuaja, ato do t'i mbaj se urdhë fyesë në jetë. Allah ju ruaj të dashur fëmijë. Të nderuar të pranishëm, çdo rrugëtim i bukur meriton një përmbyllje paq të bukur. Për ta mbyllur këtë program, nxënësi tanë do të sjellin një dramë të frymëzuar nga historia islame, e cila përcjell një mesazh të çmuar për secilin prej nesh. Ju ftojmë ta ndjekim me vëmendje. në mikrofon. Në periferi të Medinës jetonte një plak e moshuar, e vetmuar dhe e verbër. Ajo nuk kishte askënd që t'i shërbente, por çdo mëngjes pas bardhur mirë drita, dikush vinte fshehur azi në shtëpinë e saj. Por koha kaloi dhe halifja i madh Ebu Bekri ndëroi jetë. Pas ju varos shoku i tij ngusht, Omeri, mori përsipër udhëheqjen. Megjithatë, Omeri e dinte se Ebu Bekri bënte punët më të mira të fshehta dhe vendosi t'i vazhdonte ato. Bekri ka shkuar të mëshira Allahut, por unë nuk duhet të lejoj që veprat e tij të mira të ndërpriten. Dua të zbuloj se çfarë bënte ai çdo mëngjes. Këtu që nga shtëpia e plakës së verbër që më treguan. Do i dërgoj këto hurma, por nuk do i tregoj që Ebu Bekri ka vdekur, që të mos i thyet zemra nga mërzia. Pas
pacja qoftë mbi tyne, këtu ke ushqimin tënë. O robi Allahut, ti nuk je ai që vjet çdo ditë. Personi që më sillte hurma deri dje, ai ka vdekur apo jo? Nën, unë, po si e kuptove? Ti nuk she dhe unë nuk përpoqet që të mos bëj zhurë. Nga e dite që ai ka ndëruar jetë? Ai që vinte më parë, ishte aq i butë dhe i kujdesshëm me mua. Ai e dinte se unë jam e verbër, e moshuar, dhe nuk kam dhënë për të ngrënë si duhet. Prandaj, ai çdo ditë mi sillte hurma pa bërthom. Ai hiqte bërthomat një nga një, që unë mos të rëndohesha, e kurse ti ma dhe hurma me bërthom brenda. O Ebu Bekër, Allahu të më shiroft, i ke lodhur të gjithë ata që të vinë pas teje. E si mund të arrijet mirësia dhe kujdesi yt? Kjo dram na la një mësim të çmuar, ju lëm për interpretimin tuaj. Çdo rrugëtim bëhet më i vlefshëm kur përcillet me mbështetjen dhe kujdesin e njerëzve që punojnë për të mirën e fesë, komunitetit dhe brezave të rinj. Me nder dhe respekt të veçantë, e ftojmë të na nderoj me fjalën e tij përshëndetëse miftion e miftinisë së Shkupit, Doktor Kenan Efendi Ismaili. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah ma ba'd. Falenderojmë Allahun e Madhërisht për shumë begati dhe të mira që na ka dhënë. Një nga ato begati është edhe kjo mbrëmje e sonshme. Dhe nga ky vend, nga obori i xhamis nën hijen e Kubës dhe Minarës, i dërgojmë selamet tona Muhammed Mustafas sallallahu alaihi wasallam, me lutje të Allahu dhe Xhelal të na mësoj, me edukatorët dhe mësuesin ton, që jemi në botën e ashme në xhenetit e pafundme inshallah. Nderuari Hoxh i fshatit për edhe Hoxh Joni, Hoxh Ahmet, Hoxha, nderuari imam i xhamis, Hoxh Emran, nderuara mualime që u bët sebeb sa të jemi bashkë këtu, mualime Rehane Hoxha, nderuari Haxhi Selman, shumë të respektuar ju përfaqësues të institucioneve ndryshme që jeni prezent, ju prind, baballare, nëna, në veçanti fëmijë të dashur, më lejoni që edhe unë t'ju përshëndes gjithëve me selamu aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pra paqja, mëshira, begatit, të mira të Allahut qofshin mbi gjithë ju inshallah. Fillim pas falënderimeve dhe salavateve, do kisha dashur të bëj një dua dhe lutje. Fillimisht Allahu dhu Xhelal inshallah këta fëmijë t'i ruaj nga syri i keq. Bëjmë dua sepse këta fëmijë janë e ardhmja jonë, edhe me performansën që treguan ata sonte, treguan që ne mundemi. Unë di obligim moral të falenderoj gjithë ata që u bën sebeb që kjo shkollë verore, ky kurs veror, viti 4 me radhë të realizohet në këtë ambient, dhe çdo kush që ka kontribuar në realizimin e këtij kursi veror, lutim Allahun dhe Xhelati inshallah Allahu ta kompenzoj mundin. Ne them drejtën edhe para 4 viteve kur programi i kursit veror u tërzua në Zyren dhe në sektorin për arsim pranë muftinisë së Shkupit,
u vërej që nuk bëhet vetëm një punë e rastishme, pa është një punë mire planifikuar, është një punë mire ideuar, dhe një punë që pa dyshim që do të kishte edhe rezultate në fund. Këtë për e dëshmon edhe ky vit, që është viti 4 me radhë, ashtu si që përmend, me lutje që Allahu të na mundsoj neve dhe juve, që ky kurs të vazhdoj edhe më tutje, po edhe në performanca më të mira, edhe në hapësira më të gjëra, inshallah. Kursi veror, që bëhet një investim për të gjeneratat e reja, për fëmijët tonë, për më të dashurit tonë, për më të çmuarit tonë. Ashtu edhe siç e kanë titulluar moton, mualimët, gjithë ata që organizuan dhe ishin aktiv në realizimin e kursit, po dëshmon që investimi në fëmijë, veçanti në edukimin e fëmijëve, nuk ka periudha të caktuar kohore dhe nuk ka pushim. Nuk mundemi të them që 6 muaj do të edukojmë, e pastaj 6 tjera do të pushojmë. Ose 9 muaj do të edukojmë, e 3 muaj do të pushojmë. Jo. Emaneti fëmijë kërkon edukim permanent 24 orë në ditë. Pas angazhimeve të fëmijëve në aspektin formal në shkollë, që brenda muajve të caktuar kanë marrur mësimet e caktuara, dijen e caktuar, ajo që jep hijeshi dhe zbukurim pastaj dijes, është edukata që mirët, e ku më mirë se në oborin, në hapësirën, në mektebin e xhamisë. Këtë e them me shumë përgjithësi, se një dije që nuk ka tërbije, është e kotë. Po edhe një mësim feje, që është pa dije, pa arsim, edhe ajo është e kotë. Sepse këto janë të lidhura njëra me tjetrën. Ne kemi nevojë për një gjenerat e cila do të vjen pas nesh, edhe e armatosur fort me dije, por dijes të ketë shoqëruar tërbijen, edukimin, e ku mund ta merr më mirë në këtë rast sa në xhamien të dije. Andaj unë bëj dua dhe lutje, Allahu Dhu Xhelal inshallah t'i kompenzoj ata që mundohen të përcjellin edukat, dije dhe tërbije në veçanti të fëmijët. A përfundoj me kaq? Ja, tash jemi fundi i muajit kurrik, fillon muaji ngusht, një muaj do t'jenë të lirë fëmijët, pastaj do kthehen bankat shkollore. A përfundoj me kaq? Jo, nuk përfundoj. Sepse ajo që është gdhendur brenda këtyre 4 javëve në mendjet, në zemrat e këtyre fëmijëve që i keni para vetes, tash prindrit e kanë për emanet dhe obligim që atë ta mbajnë dhe ta kultivojnë brenda familjeve të vetë. Vetëm nëse është e lidhur, siç e përmendi edhe mualimeja, e lidhur angazhimi i hoxhës, i mualimit, i mualimes dhe i prindit, vetëm atëherë mund të kemi rezultate pozitive. Mund mualimeja të lodhe duke folur, mund të lodhu ku mundu ta edukoj, po nga ana tjetër, nëse nuk e merr një përkrahje brenda familjes, atëherë do ta humb kuptimin, ajo do të zbehet, ajo do të zhduket. Unë e them me shumë përgjithësi dhe mbani mend, e para çështje për cilën do t'japim llogari nesër, ditën e gjykimit para Allahut kur të dalim të gjithë, është familja. Familja. Dhe unë them, mos i helmoni fëmijët tuaj. Mos i helmoni me urrëtie, me arrogancë, me muhabet e koti. Brenda familjes suaj sjellni energji pozitive, sjellni dashuri. Mësoni se si të duan, si të respektojnë, e si të mësoni ata me fjalë? Jo. Fëmia ka nevojë të shoh. Ta shoh shembull prindin, ta shoh shembullin baban e nënën, që energji negative nga jashtë nuk e sjell brenda në shtëpi. Fëmijës nuk i intereson as lufta në Iran, as lufta që e bën Amerika, as një luftë tjetër që ndodh në kandin e tjetër të botës, jo. Fëmia ka nevojë për përkthjelje, fëmia ka nevojë për dashuri, fëmia ka nevojë për respekt. Nëse do të arrijmë këtë ta mbjellim tek ta fëmijë, shkolla verore do ta merr kuptimin e plot. Unë kam bindje që gjeneratat që po vinë tash, gjeneratat e reja, mualimet, të cilat po angazhohen në xhami,
dhe në për xhami të ndryshme, jam I bindur, kam atë bindje që do të kontribojnë dhe do të jenë shumë më suksesshëm se ne, për shkak se me sinqeritetin që e kanë në punë, po mbjellin diçka shumë të madhe te gjeneratat e reja. Siç e përmendji Molla Ahmeti, hoxha I nderuar, nëse më vonë është munduar që nga gjeneratat e reja dhe nga fëmijët të shkëputet ajo lidhja shpirtërore, feja, elhamdulillah sot po jetojmë një gjenerat që ata po mundohem ta mbjellin edhe më fuqishëm se sa që u mbjell tek ne. Unë bëj dua që Allah ta ruaj fëmijët, thoni amin. Unë bëj dua që Allahu dhu xhelal t'i bëj këta fëmijë të jenë shembull për gjeneratat që më vjen më tutje. E nga këta fëmijë të dalin mjek, mjekesha, inxhinier, mësues, mësuese, teolog e teologe që do të bartin emanete shumë më të mëdha, aty ku e meriton ki popull dhe ki vend. Allahu xhelal ju bekov gjithë juve që u angazhuat, Allahu xhelal ju shpërblet gjithë juve prindve që fëmijët e tuaj I lat emanet në oborin e kësaj shtëpie të Zotit. Allahu xhelal inshallah t'i ruaj këta fëmijë, Allahu t'i bëj të hajër të dobishëm, fillimisht për familjet e tyre e pastaj inshallah për shoqërinë përgjithësi. Allah ju nderoft për mundësinë që na dha të jemi pjesë e këtij gëzimi sot. Selamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ju falinderit I nderuar miqti. Me mirënjohje të veçantë për kontributin dhe mbështetjen e dhënë në realizimin e kursit veror, ftojmë në skenë Haxhi Selman Emeirin për të pranuar një dhuratë në shenjë falënderimi. Allah e shpërbleft për çdo të mirë. Duke falenderuar Allahun e madhëruar për mundësinë dhe suksesin e këtij rrugëtimi, si dhe të gjithë ata që kontribuan në realizimin e tij, po e përmbyllim këtë program të veçantë të kursit veror 2026. Në vazhdim do të zhvillohet ceremonia e ndarjes së certifikatave për nxënësit, ndërsa pas saj ju ftojmë të bashkoheni në koktelin e përgatitur enkas për mysafirët tanë. E ftojmë në skenë miftion që të bëjnë ndarjen e certifikatave dhe deri në takimet tona të radhës, miru takofshëm. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Tani ftojmë mualimen që të merë mirënjohjen nga ana e muftijut. Zoti ju shpërblet për angazhimin. Inshallah dhe vazhdimësia. Tani ftojmë nxënësin Hashim Stafa. Miraj Merseli. Aina Sefa. Azra Hajiu. Noar Hoxha. Nehar Rameti. Fatime Duraku. Ran Arifi. Ron Arif. Omer Kovaci. Gjenisa Qilaf.
Nazmie Stafa. Albin Bakiu. Sevdiye Hoca. Kanita Bakiu. Mubera Hoja. Bora Berisha. Leyla Selmani. Anda İsmani. Yasin Hoca. Yasin Hoca. Avushe Shtrajku. Isra Qilafi. Yara Sefa. Arbnor Krosi. Diyar Poliku. Rivayete Hoja. Minete Selmani. Gresa Krosi. Erdonit Hajiu. Suheila Qilafi. Elvira Recepi. Harun Hoca. Vjosa Berisha. Aida Poliku. Nurhan Jika. Melissa Sefa. Lealt Berisha. Anur Sefa. Cevriye Selmani. Erina Recepi. Lorena Kovaci.
Melika Hoxha. Ajan Kovaci. Eda Bakiu. Jasmir Hoxha. Eliza Hoxha. Anik Kovaci. Bilal Iseni. Diyar Rahmani. Rejana Rameti. Lulzime Krosi. Lulzime Krosi. Yusuf Duraku. Hana Chilafi. Salaha Berisha. Medina Sefa. Do ja gjejmë tash edhe hënës tjetër. Ajan Stafa. Ja pra tash hëna Qilafi. Kemal Hoxha. Aya Poliku. Yul Qilafi. Tara Bakiu. Ermal Kovaci. Majlinda Kovaci. Majlinda Kovaci. Semsie Kovaci. Ebubekër Hoxha. Furkan Hoxha. Furkan Hoxha. Ayşe Çilafi. Ayan Haciu. Rumeysa Rameti. Melek Stafa.
Anita Kovaci. Bushra Hajiu. Miribane Gjureci. Elina Qilafi. Elif Gjika. Muhammed Gjika. Ayan Aliu. Malik Hoxha. Rahim Kovaci. Buja Rameti. Afra Hajiu. Blina Berisha. Valton Kovaci. Barie Qilafi. Ikra Bakiu. Asya Hajiu. Asya Hajiu. Yaser Hoxha. Suhejla Tanalari. Suhejb Tanalari. Anisa Hajiu. Krenar Kovaci. Inara Kovaci. Yara Ismani. Cemile Hoxha. Elias Rameti. Enur Hoxha. Enur Hoxha. Azra Kovaci. Nusret Duraku. Resul Kovaci. Emine Ismani. Adem Duraku. Adem Duraku. Ramza Stafa. Necmiye Hajiu. Necmiye Hajiu.
Omer Gjika, Gjemre Hajiu, Ubejt Krosi, Qendresa Krosi, Qendresa Krosi, Makbule Gjureci, Yusra Qilafi, Arba Kovaci, Mirsade Kovaci, Hana Hajiu, Berna Hajiu, Amina Bakiu, Ridvan Duraku, Ridvan Duraku, Alman Bakiu, Selime Bakiu, Sabit Bakiu, Suheila Hoxha, Inara Gjika, Blerina Kovaci, Learta Abdi, Rinor Kovaci, Hanife Hoxha, Hanife Hoxha, Rayana Gjureci, Aisha Hajiu, Mensur Hoxha dhe Mubera Duraku. Mubera Duraku. Mensur Hoxha dhe Mubera Duraku.
dorë për dore në kursin ton veror. Me buzëqeshje këngë e dije, çdo ditë mbushet me gëzim. Mësojmë Kur'an, mësojmë mirësi, me zemër plot dashuri. Si bleta sjellim vetëm të mira, shpresë dritë për çdo shtëpi. E jani bashk dorë për dore në kursin ton veror. Me buzëqeshje këngë e dije, çdo ditë mbushet me gëzim. Hurma u liri fiku na flasin për dhuntit e Allahut plot. Milingona na mëson bashkimin, çdo zemër bëhet edhe më e fort. Vizituam vende plot mrekulli, me shok ndam çdo lumturi. Mësuam, luajtëm, ëndëruam, kujtime të bukura krijuam. E jani bashk dorë për dore në kursin ton veror. Me besim dije buzëqeshje do të ecim gjithmonë përpara. Rashtja jon na bashkoi, këtë verë zemrat na i gëzoi.